pjesë e rëndësishme e projektit është pikërisht verifikimi i mbajtjes apo jo të premtimeve të atyre që bëjnë kryetar bashkie në bazë zgjedhjeve. Nëse në një fushat elektorale X premtim është dhënë, është marrë mirëqen që të bëhet pasi e ka thënë kryetari i bashkisë, ne jemi aty për t'i rikujtuar. Një mekanizëm shumë i rëndësishëm që ka procesi monitorimit, që është krijimi një rrjeti gazetarësh lokal. Është një fond i cili vjen në dispozicion nga buxheti i shtetit dhe absolutisht bëhet një lloj alokimi bazuar në një aplikim paraprak të bashkive. Ose janë shërbimet komunitare rezidenciale për të moshuarit e vetmuar, se e dim që është një numër në rritje tashmë dhe për shkak të emigrimit. Nga viti 2019 deri më tani në raportin e fundit të 2024 është bërë re që nuk kemi më bashki në nivelin 50% të transparencës.